Ndalo. Universi sapo lëshoi një mesazh urgjent. Fati po hap portën. 4 shenja po gjejnë biletën fituese në një orë specifike. Kujdes, sepse kjo është një mundësi që e fitoni ose e humbisni përgjithmonë. Mos e humbni këtë shans të papritur që do t'ju ndryshojë jetën. Zbuloni menjëherë, a jeni ju një nga këta fatlum dhe si duhet të veproni. Mirë se erdhët në ditën e ndarjes së fatit. Ky nuk është një horoskop i zakonshëm, por një paralajmërim thelbësor. Energjia planetare sot po krijon një zonë të fortë magnetike për paratë dhe fatin e papritur. Për 4 shenja specifike, ky është një moment i rrallë kur mund të gjejnë atë që mund të quhet bilet fituese, një fitim i papritur, një mundësi biznesi që shfaqet papritur, ose zgjidhja e menjëhershme e një problemi financiar afatgjat. Ky moment magjik do të ndodhë në një orë të papritur. Ndërkohë, shikuesit e tjerë duhet të tregojnë kujdes ekstrem nga humbjet e vogla që mund të grumbullohen në një katastrofë. Ky është një sinjal për të kthyer te intuita juaj. Mos e mbyllni këtë video, sepse informacioni që do të merrni tani është çelësi për të kapur këtë port fati dhe për të shmangur humbjen e gjithçkaje tjetër. Dashi, fati i papritur për ju do të jetë i lidhur me një iniciativë të vjetër që e keni lënë për gjysmë. Do të ndjeni një shtysë të papritur për ta rifilluar atë dhe pikërisht aty do të fshihet bileta juaj fituese. Mund të jetë një investim i harruar, një ide biznesi e lënë në sirtar, ose një kontakt i vjetër profesional që do t'ju telefonojë në një moment thelbësor. Përqendrohuni te kjo. Ky fat do të vijë nëpërmjet energjisë suaj, por ajo duhet të jetë e drejtuar drejt asaj që ndjeni se është e drejtë. Shansi juaj më i madh për të gjetur këtë bilet është gjatë orëve të mesditës, ora 12:00, 14:00, kur do të jeni më aktiv. Kujdes me impulset, ndërsa duhet të veproni shpejt, mos u nxitoni duke bërë shpenzime të mëdha pasi të keni fituar. Mos kini frikë të tregoni suksesin tuaj, por bëjeni me modesti. Kjo ditë ju kërkon të jeni të qartë dhe të vendosur. Akti i thjeshtë i kontrollit të një emaili të vjetër mund t'ju jap çelësin e thesarit. Luani. Për ju, bileta fituese do të vijnë nëpërmjet një njohjeje të re ose një dhurate publike shpërblimi. Keni qenë duke shkëlqyer me punën tuaj dhe tashmë universi po ju shpërblen me një bekim financiar që e keni merituar prej kohësh. Ky shans mund të shfaqet në një ambient shoqëror, në një ngjarje të madhe, ose nga një person që dëshiron t'ju ndihmojë të arrini potencialin tuaj. Vëmendja juaj maksimale duhet të jetë gjatë orëve të pasdites, ora 16:00, 19:00, kur energjia sociale është më e fortë. Gabimi i vetëm që mund të bëni është të tregoni arrogancë ndaj këtij fati. Duhet të pranoni bekimin me modesti dhe të shprehni mirënjohjen. Përdoreni këtë fat për të ndihmuar të tjerët. Ky fitim i papritur do t'ju jap lirinë për të marrë një rrezik të madh në karrierë që nuk keni guxuar ta merrni më parë. Bileta juaj fituese do të jetë një emër i shkruar në një letër. Akrepi. Bileta fituese për ju do të vijë nga zgjidhja e një sekreti të vjetër ose një borxhi që keni menduar se e keni humbur. Do të shihni një ndryshim të papritur dhe dramatik në financa, shpesh i lidhur me një çështje që përfshin trashëgimin, taksat ose një bashkëpunim financiar. Ju duhet t'i besoni fort intuitës suaj. Nëse një gjë nuk ndihet mirë, mos e bëni. Shansi juaj më i madh për të gjetur këtë thesar të fshehur është gjatë orëve të mbrëmjes, ora 20:00, 22:00, kur energjia juaj e thellë fillon të funksionojë. Mos kini frikë të eksploroni dokumentet e vjetra ose të kontaktoni persona që keni menduar se janë armiqtë tuaj. Ata mund të mbajnë çelësin e fatit tuaj. Rreziku i vetëm është të tregoni mosbesim ndaj fatit të mirë. Kjo ditë kërkon maturitet emocional dhe aftësinë për të lëshuar kontrollin. Mos e humbisni mundësinë për të investuar në një gjë të fshehtë që ju sjell fitim. Peshqit. Për ju, bileta fituese vjen nga kreativiteti, shpirti humanitar ose një frymëzim i papritur artistik. Keni ëndërruar për sukses dhe tashmë universi po ju shpërblen për mirësinë tuaj dhe vizionin tuaj të veçantë. Ky fat mund të shfaqet si një ide geniale biznesi, një shpërblim për një punë artistike ose ndihmë financiare nga një person që e keni ndihmuar në të kaluarën.
Ju duhet të jeni të hapur për të pranuar këtë bekim. Shansi juaj më i madh për të gjetur këtë bilet është gjatë orëve të vonë pasdites, ora 15:00, 17:00, kur intuita juaj do të jetë në kulm. Mos lejoni që dyshimet të dëmtojnë shansin tuaj, besojini zemrës. Përdoreni këtë fitim për të investuar në një projekt humanitar ose në një pasion që e keni lënë pas dore. Bileta juaj fituese është lidhur me një figurë ujore. A e dëgjuat? Fati po hap portën. Mos e humbni asnjë sekond, sepse bileta fituese po ju pret. Ju jeni njerëzit që meritoni këtë bekim. Veproni në orën tuaj të fatit dhe kjo ditë do t'ju ndryshojë jetën. E gjetët biletën fituese? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni shkurtimisht se si e ndjet këtë val fati sot. Shpërndajeni këtë bomë. Ndajeni këtë video me çdo person që kërkon një shans të papritur përpara sot. Abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen për të mos humbur asnjë mundësi fati.